raport i frikshëm midis atyre që punojnë dhe atyre që marrin pension. Do ta studioj seriozisht, personalisht, seriozisht. Do harxoj të gjitha fuqitë e mia intelektuale, politike, për të studiuar si ka lindur, si është zgjeruar dhe si mund të mbushet gropa e pensioneve. 1.17 vini re, 1.17 punëtor me letra për një pensionist. A i dini sa ka qenë ky raport në vitin 1990? 4.5 punëtor për një pensionist. Ne kërkojmë jo vetëm luftën ndaj informalitetit që duke u përgjysmuar, më dëgjoni, duke u përgjysmuar, do të mund të siguronte 530 milion euro çdo vit. Sikur ne ta kishim informalitetin në punë, sa që ka Maqedonia e Veriut dhe Serbia.